100 metra është distanca minimale e lejuar për ndërtim larg rrjedhës së lumit. Ky kriter mund të ndryshojë në varësi të pozitës gjeografike dhe karakteristikave të terrenit. Megjithatë, në praktik, ky kriter nuk është respektuar, thonë ekspert të fushës së urbanizmit. Gati krejt planet zhvillimore hapësinore i kemi dizajnu pasi që janë zhvilluar në banimet. Do thona, në vend se me planifiku një zhvillim edhe me e kontrolu, me monitoru zhvillimin, zakonisht planifikimin në letër edhe në dokumente e kemi bërë pasi ka ndodhur zhvillimi. Nga regjistrimi i vitit 2024 rezultoi se 80% e popullatës jeton përgjatë rrjedhës së lumit, ndërsa hulumtimet dhe hartat e rrezikut që i tregojnë qartë vështrimet që po ndodhin, janë të vërtetuara nga ekspertë të fushës së 40 vjet më parë. Në ato harta është parapar edhe rregullimi i shtretërve të lumenjeve, por edhe paraqitja e zonave mbrojtëse, ledhave ranore të tjera në mënyrë që lumejt të mos zgjerohen shumë përgjatë shtretërve të tyre, përkatësisht ta vërshojnë rrafshin aluvial. Dhe çfarë vrejet nga hulumtimet e mia shoh që në Kosovë ka një koncentrim, përkatësisht një rritje të numrit të popullsisë që jeton përgjatë lumenjeve. Ndërkohë në zonat rurale, rreziku nga përmbytjet po shtohet edhe për shkak të ndërtimit të mureve rrethuese në oborret e shtëpive, të cilat pengojnë qarkullimin natyror të ujit. Me ardhjen e